Sot është 8 dhjetori, dita kombëtare e rinisë. Por më shumë se kurrë, pyetja që duhet i drejtojmë vetes sot është: sa rini i ka mbetur faktikisht Shqipërisë? Në këtë ditë që përkujton studentët e dhjetorit të 90, vendi ynë përballet me një realitet krejt tjetër. Rinia shqiptare po të kurret me ritme alarmante. Në 13 vitet e fundit, të rinjt të 15 deri në 29 vjeç janë reduktuar me 45%, kryesisht nga emigracioni masiv. Sistemi arsimor po prodhon gjithnjë me pak nxënës, me pak student dhe shpesh diploma që nuk lidhen me nevojat e tregut të punës. Për pasojë, 1 në 4 të rinj sot nuk janë as në punë, as në shkollë, as në trajnim. E ndërsa universitetet përballen me sfida të shumta, tregu i punës kërkon profesionistë që Shqipëria nuk po i formon dot. Dita e rinisë nuk ka kuptim pa të rinj, sepse e ardhmja që humbasim sot nuk na pret dot nesër.